pas luftës, është në tranzicion, është në periudat e etablimit, në secilën fush e kanë pas një tolerancë, jo pse ne nuk kemi punu mirë, por në atë kuptimin e kanë ditë që vinë prej veneve që shëndetësia kanë ngecë. Kjo pa dosh me t'inglu melankolikëve, që ka po di, unë jam ma politik, nëse më pyet politikisht, po mendoj se në aspektin e shëndetësisë ja kemi hjut shumë si politikë në Kosovë, për shkak se kur nuk ka qenë prioritet i asnjë qeverie, kështu të them prioritet në rrafshin më të lartë, që me përgatit kuadrë, duke marrë parasysh që prej 90-ave deri në 99 kemi pas një shputje për shkak të represionit, të agresionit, çka dush ta qush okupimit që kemi pas, që ndoshta nuk kemi qenë ata që çdosh me qenë në aspektin shëndetësor. Jo, sistemi jemi për shtatë dhe nuk është që ka pas në i dallim të madh. Për atë mu i me thonë me krenari që kolektit tonë në shumicën e repate ku kanë qenë më të mirët. Thonë me plot krenari që shqiptarët e Kosovës kanë qenë për i më të mirëve në çdo repart që kanë qenë. Nuk ka pas në i dallim. Konkurrent kemi pas mandej popullatën gjermane, fjale për kolektit tonë gjerman, me të cilët kemi garu kokë me kokë, që thojmë për të arritur të majtë e suksesit.